Kryeministri Edi Rama kryeson delegacionin shqiptar në këto bisedime, i përbërë nga ministra, zëvendës ministra dhe drejtues të punës për kapitull përkatës, teksa është pritur nga presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa. Në një deklaratë të përbashkët për media, Rama u shpreh se është mirënjohës për kohën e kushtuar nga presidenti Costa. Kryeministri tha se jemi të përkushtuar për të përmbushur të gjitha detyrat për të përmbyllur negociatat. Me presidentin jam shumë mirënjohës për kohën që më ka kushtuar për zhvilluar një bisedë rreth përparimit që ne po bëjmë në këtë proces e pastaj edhe për summitin e ardhshëm të Komunitetit Politik Evropian, i cili është një aktivitet, një eveniment shumë i rëndësishëm përgjithësi, por ka një rëndësi të posaçme në këtë moment, në kohë dhe sigurisht edhe do të flasim për rajonin ndaj të cilit presidenti është veçanërisht i përkushtuar. Kështu që ka shumë për të diskutuar, por në përgjithësi jam shumë i inkurajuar nga këto zhvillime dhe jemi tej mase të përkushtuar për të përmbushur të gjitha detyrat e kalendarit që është shumë ambicioz për të mbyllur të gjitha negociatat brenda 2027-s. Ndërkohë, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa u shpreh se është inkurajues të shohë progresin e Shqipërisë në rrugtimin drejt BE-s. I gëzuar që pres sot kryeministrin Edi Rama, së pari sepse është gjithmonë kënaqësi që të takohemi, të flasim dhe të shkëmbejmë me Edi Ramën. Së dyti sepse zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor është një përparësi e qartë për Bashkimin Evropian dhe është investimi më i rëndësishëm gjeostrategjik për paqen, për begatin dhe për stabilitetin e kontinentit tonë. Dhe është vërtet inkurajuese të shohësh progresin që ka bërë Shqipëria në këtë rrugtim. Sot po çelim një grup kapitull tjetër dhe ambicia jon është që të çelim edhe më tej grup kapitull për të negociuar gjatë këtij viti, sepse kemi një kalendar shumë konkret dhe duam që të realizojmë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për Bashkimin Evropian, është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, por mendoj që kjo është po kështu një shenjë mjaft e rëndësishme për të gjithë rajonin, sepse mënyra më e mirë për të garantuar mirëqenien, paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor është me Bashkimin Evropian e anëtarësimin. Ndër të tjera, presidenti i Këshillit Evropian tha se në mes të majit do të zhvillojë një tur vizitash në vendet e Ballkanit Perëndimor.